Një shoqja ime ka një hall dhe i duhet një sqarim. Hajde, ta shohim. Çfarë nuk kuptohet në Islam gruaja që nuk i shkon burrit, sepse burri vazhdimisht i thot asaj, ty të mallkojnë me lajket, sepse ti nuk më vjen mua. Pra, ky pret që gruaja t'i afrohet atij pa kërkuar ai. Pra, vazhdon sqarimi. Burri asnjëherë nuk i afrohet, as nuk i kërkon që të shkojnë në shtrat, sepse i thot duhet të jesh ti ajo e cila më afrohesh mua. Ai thot që burri asnjëherë nuk duhet të afrohet gruas, por duhet të presi që grua t'i kërkojë atij. Sepse thuhet në Islam, thot ky i mençmi, thuhet në Islam gruaja që nuk i shkon burrit. E potencoj, pra që ka nga Kosova, më duket pyetja ose pyetja, burri as për qafim nuk i jep se thot pret ai t'i afrohet asaj, ajo t'i afrohet atij dhe jo ky as. Këta janë njerëz të smur mendor. Këta nuk ka spital 5 që i merr përsipër, pasha Allahun. Në shtimje kanë këto të Kosovës si spital. Këto nuk ka spital të shtimje si i merr përsipër. Kupton ti? Se ka lexuar ky në cilin Islam, se në Islamin ton që ka ardhur pejgamberi alayhis salam, nuk ekziston gruaja që nuk i shkon burrit. Gruaja që nuk i shkon burrit masi e fton burri. Ç'është ky njeri që kput fenë e Zotit për gjys edhe e përdor? Ky prit ka ajo duhet, kupton? Pra këta janë njerëz të smur, të cilët kanë lexuar fenë si mas karakterit të tyre, ja vëlla ka kput hadithin për gjys burri vëlla. Gruaja që nuk i shkon burrit e mallkojnë me lajket. Ku e ke këtë në Islam? Pra këta janë të smur, njerëz me shumë probleme të mëdha, skizofrenie, çmendurie, e ku dëgjon etj etj. Edhe ta interpreton vllai fen thosh që ky është në të vërtetën. Ndërkohë që pasha Allahun është xhahil, ignorant. Minimale që duhet bënte ky person do ishte të pyeste, ora cili është gjykimi në Islam? Ora zotni ti po martohesh. Pyetër burri dhe si funksionojnë këto gjëra. Pyet. Çfarë thot Islami, si thot Islami? Çfarë detyrash kam, çfarë detyrash kanë ato ndaj meje, çfarë drejtash kam, çfarë drejtash kanë ato ndaj meje. Si bën njeriu, domethënë, subhanallahu. Nuk ka gjë më të keqe se sa përdorimi i fesë nga njerëz që kanë karaktere dhe probleme mendore. Nuk ka gjë më të rëndë dhe më të keqe. Unë kam treguar rastin atij personit juve, që hyte ndaja gruz dhe thotë e ke haram më nda prej meje se s'futesh në xhenet. Gruaja e bën me vula, në gjithë trupin. Tu rraf rregullisht dhe ky thotë po ndave haram në xhenetin, se ka thonë pejgamberi sallam, ai gruaj që ndahet ka haram, e kupton? Njerëz të smur mendor,